Pamjet vijnë nga fshati Pollozhan në bashkinë Dimal, ku fermerët vendas janë në kulmin e sezonit të mbjelljeve. Parcelat e tyre ndodhen pranë aksit rrugor Ur-Kuç-Berat, ku sot po mbillet shalqiri dhe bimë të tjera të bostanit, kryesisht me fidan në kubik. Kjo zonë është e njohur tradicionalisht për prodhimin e shalqirit, por vitet e fundit po përballet me sfida të mëdha për shkak të mungesës së fuqisë punëtore. Të rinjt kanë braktisur fshatin dhe tokat e tyre, duke emigruar jashtë vendit në kërkim të një jete më të mirë. Si pasojë, prodhimi bujqësor për konsum familjar dhe për treg është ndjeshëm i reduktuar. Megjithatë, zona mbetet e njohur për një shumëllojshmëri kulturash bujqësore si perimet, misri, gruri dhe plantacionet me ullinj. Kamera e televizionit Apollon ishte këtë të hënë pranë fermerëve të fshatit Pollozhan. U zhvillua një bisedë me një fermer i cili tashmë në pension vazhdon të kultivojë shalqin me ndihmën e disa punëtorëve. Ai shprehet se dikur mbillte 1 deri në 2 hektar shalqi për shkak të kërkesës së lartë në treg, ndërsa sot, për shkak të mungesës së fuqisë punëtore dhe kostove të larta, mbillen vetëm 3 deri në 6 dynym. Pagesa ditore për punëtorët e krahut varion nga 2500 deri në 3000 lekë të reja. Fermeri shprehet i zhgënjur për mungesën e mbështetjes nga shteti, për mungesën e subvencioneve dhe për mungesën e një tregu të kontrolluar që do të garantonte shitjen e produkteve. Ai shton se politika dhe mediat flasin shumë, por në realitet fermerët përballen çdo ditë me vështirësi ekonomike dhe mjete të kufizuara bujqësore. Të mbjellat e stinës si gruri dhe misri i përdorin për konsum vetjak, për pulat dhe shpendët që kemi në obor, mbjellin patate dhe fasule për të ushqyer vet. Tani është sezoni dhe moti shumë më i mirë, tregon ai. Dikur familja kishte edhe bagti, por sot për shkak të vështirësive ekonomike janë detyruar të heqin dorë dhe të përkushtohen vetëm bujqësisë, duke mbajtur gjallë shpresën për një jetë më të mirë.